Një stuhi breshëri e cila zgjati 20 minuta bëri që puna e një viti e 400 fermerëve të 3 fshatrave Gjerbës, Selit dhe Kapaj në Mallakastër të shkojë dëm. Një ditë më pas banorët e dëmtuar tregojnë pasojat të mëdha të dëmeve. Për 20 minuta u shkatruan të gjitha kulturat, thon fermerët, teksa theksojnë se kryesisht janë dëmtuar vreshtat dhe ullishtet. Dëmi madh. Në ullinj, në vreshta, në grur, në misër, pa leri bostanlëngjet se nuk i duam ato. Po në këto, se me këto i kemi shpresat edhe ushqeni. Këtu i kishim sy te ulliri, te rrushi. Janë dëmtuar jashtë 80-90%. Pra, me sa duket prodhimi si vjetëm është... Po, është shumë i dëmtuar, jo, nuk ka prodhim që të marim, jo. Në ora 12:02 kaloi një stuhi breshëri dhe ka bërë dëm shumë të madh, duke shikojtur edhe vreshtin, janë dy lymë vresh këtu, shikoj rrushin në bërdhe, edhe ka përfshirë 3 copë fshatrash. Mbas të dhëna që kam Selit, Kapaj, Gjerbës. Po, jo vetëm vreshti, po, misër, grur, ullinj. Me është dëmtuar 400 rënjë ullinj, 130 rënjë është vetëm kjo parcel këtu, 5 dylym, kam edhe 5 dylym vesht pak më këtu, edhe ai ka dëmtime